Përshëndetje, mirë se erdhet në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për një ngjarje të rëndësishme, ngjarja e 3 marsit, një moment për të përjetuar. Sipas njoftimeve, me datën 3 mars do të ndodhë një eklips hënor që do të zgjasë rreth 82 minuta në fazën e tij me të plotë. Kjo do të thotë si për më shumë se një orë, hëna do të jetë e zhytur plotësisht në hijen e tokës dhe do të shfaqë ngjyrën e saj të kuqe. Fakti që një numër i madh njerëzish në botë do të ketë mundësinë ta shohin këtë fenomen e bën atë edhe më të veçantë. Në epokën e teknologjisë, pamjet e hënës së kuqe do të shpërndahen në rrjetet sociale, duke krijuar një ndjenjë globale për jetim të përbashkët. Si të përgatitemi për ta vëzhguar? Një nga avantazhet e eklipsit hënor është se nuk kërkon pajisje të veçanta për t'u vëzhguar, ndryshe nga eklipsi diellor, i cili kërkon mbrojtje për sytë. Eklipsi hënor mund të shihet me sy të lirë, pa rrezik. Megjithatë, përdorimi i dylbive ose teleskopeve mund të ofrojë një pamje më të detajuar të sipërfaqes së hënës gjatë ndryshimit të ngjyrës. Për një përvojë më të mirë, rekomandohet të gjendet një vend me pak ndriçim artificial dhe me horizont të hapur. Kushtet e motit gjithashtu luajnë rol të rëndësishëm. Qielli i kthiellit është thelbësor për një vëzhgim të qartë. Ndikimi në kulturë dhe art. Fenomenet qiellore kanë frymëzuar gjithmonë artin, letërsinë dhe muzikën. Një hënë e kuqe në qiell krijon një atmosferë dramatike dhe poetike. Shkrimtar, piktor dhe fotograf shpesh e kanë përdorur këtë imazh për të shprehur emocione të forta, mister apo transformim. Në kohët moderne, fotografia astronomike ka marrë hovë të madh. Një eklips i plotë është mundësi e artë për fotograf, profesionalist dhe amator për të kapur imazhe spektakolare që tregojnë bukurinë dhe madhështinë e universit. Dimensioni edukativ. Ngjarje të tilla janë gjithashtu mundësi e shkëlqyer për edukim. Shkollat dhe institucionet arsimore shpesh organizojnë aktivitete për të shpjeguar fenomenin dhe për të nxitur interesin e nxënësve për shkencë. Një eklips i dukshëm është një klasë e hapur në natyrë, ku teoria takohet me realitetin. Kur fëmijët dhe të rinjët shohin me sytë e tyre një fenomen që e kanë mësuar në libra, lidhja me shkencën bëhet më e fortë dhe më e kuptueshme. Dhe nga perspektiva astronomike, nga pikpamja astronomike, eklipset janë pjesë e cikleve të paparashikueshme. Astronomët mund të llogarisin me saktësi kohën dhe vendodhjen e tyre fal njohurive mbi orbitat e tokës dhe hënës. Një nga ciklet më të njohura është cikli Saros, i cili përsëritet afërsisht çdo 18 vjet dhe 11 ditë. Këto llogaritje tregojnë se universi funksionon sipas ligjeve të sakta fizike, duke dëshmuar harmoninë dhe rregullsinë e sistemit tonë diellor. Mesazhi simbolik i një fillimi të ri. Edhe pse shkenca e shpjegon plotësisht fenomenin, shumë njerëz vazhdojnë ta shohin hënën e kuqe si simbol të ndryshimit, transformimit dhe fillimeve të reja. Ngjyra e saj e thellë krijon ndjesinë e një momenti të veçantë, sikur natyra po ndalet për pak çaste për të ofruar një spektakël të rrallë. Me datën 3 mars, qielli do të na kujtojë se jemi pjesë e një universi shumë të madh se sa vetja jonë.
Ky fenomen është një ftesë për të reflektuar, për të ngritur syt nga përditshmëria dhe për të vlerësuar bukurinë e natyrës. Fenomenet optike të lidhura me eklipset. Përveç ngjyrës së kuqe karakteristike të hënës gjatë një eklipsi të plotë, ka edhe shumë dukuri të tjera optike që ndodhin si pasojë e ndërveprimit të dritës me atmosferën tonë. Një nga këto është shkëlqimi i difraksionit, ku drita ndahet një spektrum të ngjyrave të ndryshme përpara se sa të arrijë në hënë. Ky efekt mund të krijojë nuanca të holla të portokallt, roz apo të verdhë në periferinë e hënës. Gjithashtu, fenomeni i aurorës është i dukshëm gjatë disa eklipseve, kur hëna hyn në ëmbël, mund të shfaqen rreth saj halo të holla, të krijuara nga shpërndarja e dritës në grimcat e vogla të ajrit apo të pluhurit atmosferik. Ky fenomen optik nuk është vetëm estetik, por mund të jap informacion të çmuar për shkencëtarët që studiojnë përbërjen dhe densitetin e atmosferës së tokës. Eklipset dhe astronomia moderne. Në epokën e sotme, eklipset hënore janë shumë më shumë se sa një spektakël vizual. Astronomët përdorin këtë ngjarje për të kryer eksperimente që nuk janë të mundura në kushte të tjera. Një nga përdorimet më të njohura është analiza spektrale, duke matur ndriçimin që arrin nga hëna gjatë eklipsit. Shkencëtarët mund të përcaktojnë përqindjen e gazrave të ndryshëm në atmosferë, si dioksidi i karbonit apo metani. Këto të dhëna ndihmojnë në studime klimatike dhe në motorimin e ndryshimeve të mjedisit. Një tjetër përdorim modern është kalibrimi i teleskopeve. Astronomët përdorin eklipset për të testuar instrumente të ndjeshme, që do të përdoren për të studiuar objekte të largëta, si yje dhe galaktika. Për shkak të ndriçimit të reduktuar gjatë eklipsit, teleskopet mund të kapin detaje më të imta të sipërfaqes hënore dhe objekteve orbitale pranë tokës. Përveç besimeve të lashta mbi hënën e kuqe si shenjë fatkeqësie, eklipset kanë lënë gjurmë të fuqishme në letërsinë dhe artin e shumë shoqërive. Në civilizimin e Mesopotamisë, rreth 3000 para Krishtit, eklipset konsideroheshin paralajmërime të veçanta për mbretërit. Astronomët e para të njohur si Maeshtu në atë kohë përdorin këto fenomene për të parashikuar ngjarje politike ose për të këshilluar studimtarët mbi veprimet që duhej të ndërmerrnin. Në kulturat indigjene të Amerikës së Veriut, hëna e kuqe shpesh lidhet me cikle bujqësore dhe ceremoni fetare. Disa fise e shihnin si kohë për reflektim dhe pastrim shpirtëror, duke shfrytëzuar natyrën dramatike të ngjarjes për të forcuar lidhjen midis njerëzit dhe qiellit. Përvojët personale dhe perceptimet moderne. Në kohët e sotme, njerëzit që e përjetojnë një eklips të plotë shpesh përshkruajnë ndjesi emocionale të thella. Shumë e përshkruajnë si një moment meditativ, ku ndihen të lidhur me ritmet më të mëdha të natyrës. Fotografët dhe artistët e përdorin këtë përvojë për të krijuar vepra që transformojnë ndjesinë e misterit dhe mallështisë. Rrjetet sociale dhe transmetimet live kanë transformuar mënyrën se si ne përjetojmë eklipset. Një hënë e kuqe mund të shihet pothuajse në çdo hep të botës, në çdo të njëjtën kohë, duke krijuar një eksperiencë globale të përbashkët që shkon përtej kufive kulturor dhe gjeografik. Falë teknologjisë moderne, nuk është e nevojshme të jesh astronom
i kualifikuar për të parë detaje të jashtëzakonshme. Dylbit dhe teleskopet amator mund të jenë të pajisur me sensor të ndryqimit të ulët për të kapur ndryshimet më të imta në ngjyrën dhe ndryqimin e hënës. Disa aplikacione dhe software të avancuar ofrojnë simulime të kohës reale për vendodhjen e saktë dhe fazave të eklipseve, duke i bërë ato të qasshme për shkollat dhe komunitetet e dashamirësve të astronomisë. Faleminderit që na dëgjuat. Na bëni një like dhe subscribe për ngjarje interesante dhe të rëndësishme.